Në kohën e shtrejtimeve dhe inflacionit miq të dashur, këto lajme tingëllojnë vërtet mirë. Për familjet, por edhe për bizneset në Gjermani gjatë këtij viti, pra 2026, do të ketë një ulje të çmimeve të energjisë elektrike në vlerë prej rreth 6.5 miliard euro. Këtë shumë do ta paguajë qeveria gjermane për 4 operatorët kryesor të sistemit të transmetimit të energjisë nga fondi që quhet Fondi i Klimës dhe transformimit, pra në vitin 2026 është fjala. Në janar është futur në fuqi ligji për subvencionimin federal për kostot e rrjetit të transmetimit të energjisë. Ndërsa nga viti i ardhshëm qytetarët dhe bizneset do të kenë një ulje të çmimeve të energjisë në vlerë prej rreth 10 miliard euro. Kjo natyrisht tingëllon shumë, por ju e dini që në Gjermani ka diku rreth 83 milion banor dhe qindra mijëra biznese që duhet të përfitojnë nga këto shuma. Me këto lehtësime, qeveria synon të forcojë ekonominë gjermane dhe të ndihmojë natyrisht në sigurimin e vendeve të punës, por edhe të ndihmojë familjet. Ndërkohë që edhe taksa e energjisë elektrike për 600.000 kompani prodhuese në sektorët bujqësor dhe pyjor do të ulet nga viti 2026 e tutje, por kjo harmonizohet me rregullat dhe me taksat e Bashkimit Evropian. Kështu për shembull, për një familje me një konsum vjetor të energjisë elektrike prej 3500 kWh, siç është llogaritur, kursimet në tarifat më të ulta të rrjetit teorikisht mund të arrijnë deri në rreth 100 euro. Pra një familje normale do të mund të kursej me këto subvencione rreth 100 euro. Në portalin e krahasimeve Verivox parashikohet që çmimet e energjisë elektrike mund të jenë deri në 9% më të ulta gjatë këtij viti, që vërtet nuk është pak. Por kursimet individuale dhe familjare varen natyrisht nga disa faktorë, si për shembull nga rrjeti i shpërndarjes me të cilin është lidhur familja, pastaj nga sasia e konsumit, nga mallësia e banesës apo apartamentit, quajeni si të doni, izolimi i ndërtesës ku jetoni, sistemat që përdoren e tjerë. Por në përgjithësi, duke filluar nga ky vit, shteti do të subvencionojë pra energjinë elektrike për familje dhe biznese me qëllim ruajtjen e kualitetit të jetesës dhe vendeve të punës, që vërtet është me rëndësi. Ndryshe, 4 kompani të mëdha që operojnë rrjetin e tensionit të lartë në Gjermani janë Amprion 50 Hz Transmission, Tonet TSO dhe Transnet BV. Ndërsa informacionin si për çmimet e energjisë elektrike ose dhe për zgjerimin e rrjetit elektrik mund të gjeni në Agjencinë Federale të Rrjetit. Ndërsa sa i përket bizneseve, taksa më e ulët e energjisë elektrike do të vlejë pra parafërsisht 600.000 kompani prodhuese për fermer dhe për pylltar. Por besoj se bizneset do të informohen me këto zhvillime e ju, nëse keni ndonjë pyetje, me siguri që duhet të kontaktoni edhe furnizuesit tuaj me energji elektrike. Ndryshe, ju e dini që në Gjermani ekziston edhe mundësia e ndërrimit të furnizuesve me energji elektrike, që ndonjëherë vërtet sjell edhe kursime të mëdha, por për këtë çështje duhet të kontaktoni ekspertët ose duhet të informoheni në internet, sepse unë vërtet nuk jam ekspert i këtyre çështjeve. Por këto janë informacionet e fundit sa i përket kursimeve të energjisë elektrike që janë parashikuar me ligj për vitin 2026 e tutje. Ndërsa unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mos harroni ta shpërndani këtë video, sepse besoj se këtij informacioni i gëzohen të gjithë ata që jetojnë në Gjermani të paktën. Faleminderit dhe mirupafshim.